Një konflikt pronësie është evidentuar në lagjen Kushtrimi në Vlorë gjatë ndryrjes për pastrimin e kanalit të ujrave të larta në zonë. Situata ka nxjerrë në pa përplasjen mes banorëve të një pallati shumëkatësh dhe një subjekti privat që ushtron aktivitet në tregtimin e karburantit. Ngjarja ka ndodhur pranë zonës përballë ish-parkut urban në Vlorë, ku ndryrja për pastrimin e kanalit ka rikthyer në vëmendje kufijtë e pronës në këtë hapësirë. Banorët e pallatit shumëkatësh kanë reaguar pasi sipas tyre subjekti privat ka tentuar të zhvendosë disa godina portative drejt rrugës, duke rrezikuar bllokimin e aksesit për hyrje daljen e tyre. Sipas banorëve, vendosja e këtyre strukturave në rrugë do të cënonte drejt për drejt përdorimin e saj nga komuniteti, duke krijuar vështirësi në qarkullim dhe në shfrytëzimin normal të hapësirës publike. Për këtë arsye, ata kanë kundërshtuar vendimin e subjektit, duke u përballur me përfaqësuesit e biznesit. Nga ana tjetër, subjekti që tregton karburant pretendon se disponon dokumentacion pronësie që përfshin edhe një pjesë të sipërfaqes së rrugës. Për shkak të situatës së krijuar dhe tensioneve mes palëve, në vendngjarje ka mbritur edhe policia për të monitoruar situatën dhe për të shmangur për shkallëzimin e konfliktit. Pas reagimit të banorëve dhe këmbguljes së tyre për të mos lejuar zërin e rrugës, palët kanë zhvilluar diskutime që përfundimisht çuan në një marrëveshje të përkohshme. Pranoj. Se si ku do ta çonin? Këto 3 metra. Jo, ishte një problem që këtë zyrën provizore donin ta sillnin mes të rrugës. Po e zgjidh. Pretendoj se ishte pronë këtu? Ka mbi vendosje. Sepse pallati është bërë në 2009. I kolauduar, certifikata gjithë banorët. Është rruga që në garazhe, shkon garazhe. Dhe kur janë vendosur kufinë e ndërtimit të lejes së ndërtimit, pronar ka qenë Renan Karafili. Dhe kufirin e di shumë mirë, kur ka bërë shitjen te Gegoil, ka bërë mbi vendosje prone, dhe ai pretendon që unë jam 3 metra nga trotuari. Po i bie ku do kaloni ju? Automjet? Dhe pra, ky është problemi, që pengon edhe lagjen, edhe hyrjen në parkim. U zgjidhe ata njerëz shumë të mirë, njerëz shumë të mirë, u zgjidhe. Ose të nga kanali. Duke parë edhe presionin. Ale ju na Njerëz atje poshtë. Ose rrugën e parkimit. Se këtu shurua vëllai. Që në kone që ku ka që pazari mishrave këtu, ka qenë moçaj, edhe dega ustarake, jo dege brune ka qenë më tutje. E mbaj mend se ka punuar baj në park, e vjen në park isha e vogël. Këtë urën e bën vetu sallar, shteti, se kaloni makina në degën ustarake dhe mund të kaloni dhe stëmsor. Puni shasi Skode e betonu, kur u bë kanali, kur bë kanali ujrave, nuk u vun pllaka mbi atë, se aty që unë dhe ishte betonuar me zi e prisnë. Tashi këta toni kemi blerë. Ku do gjejmë ne kush ka qenë hipoteka atere që ka blerë dhe rrugën? Se kjo që e rrugore. Po që e rrugore. Kalonin dhe ato pak familje që ishin aty, edhe kalonin dhe të pazari mishrave. Që pazari mishrave. Dhe mbaj mund që është varu dhe një burë. Aty që... Nga do boqet kanë zënë garazhin. Jo, toka ty është bërë me pronar, rruga me pronar. Rruga, thotë ai ka 3 metro, domethënë të madhësh që nga... Ne bie ku do kaloni ju? Qëse kjo zihet, ku do kaloni? Na ja fuqi zoti dhe do futurojmë. Jemi sonë shqiptarë futurojmë. Dhe ai ka të drejtë, ka pagur para ai. Po ai dhe ai ose ajo që ka qenë hipotekë në atë vit. Si e shiti rrugën? Të hapen letrat e vjetra. Të gjitha. Me pronar toke, me të gjitha. Kam dhe shtëpinë ati, 28.000 euro. Qatë bëju? Se me këtë rrugë, me këtë që zënë këta, edhe arkivollis të tjerë do të... Apo nusen. Administratori i pikës së karburantit Flamur Makishti deklaroi se në certifikatën e pronësisë së subjektit përfshihet edhe një sipërfaqe që prek segmentin e rrugës.
Megjithatë, ai theksoi se pas bisedimeve me banorët është arritur një konsensus, duke rënë dakord që kjo hapësirë të lihet në shfrytëzim të banorëve për të garantuar aksesin e tyre. Po, dhe si ishte gjithë situata? Problemi është tu, ka sjellë bashkia për pjesën e shfrytëzimit të hapësirës që kemi ne. Sipas organizatës, rezultoi që 200 metra kapror nuk janë shfrytëzueshme nga hipoteka. Nga matjet që bëri bashkia topografi, rezulton që 59 metra kapror janë në krahun e pallatit pas shfrytëzuar, dhe pjesa tjetër është në hyrje. Normalisht kufiri është diku 3 metrë më tej. Por me qenë se këto komunitetit po mos do të dëm, pa kam lënë 10 vjet që kanë shfrytëzuar këtë hapësirën time, pronësinë time. Po vale, pa asnjë kështu. Po të patet jenë me njohë sa për këtë që po bëjë. U zgjidhën. Kjo është çështja e hipotekës, nuk është çështja e hipotekës, po problemi është prona është e jonë. Pra, kjo hapësira këtu që e rrugës është pronë, që ka posë. Kjo ishte gjithë. Marrëveshja shmangu kështu një përplasje të mëtejshme mes palëve, ndërsa çështja e kufive të pronësisë duket se mbetet një problem që ndoshta do të kërkojë verifikime dhe sqarime të mëtejshme nga institucionet përgjegjëse.